Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Ditë të vije, ndahet nga jeta në moshë të re aktori i njohur i serialeve. Aktori i njohur me famë ndërkombëtare Chris Champion, i njohur për rolin e tij në serialin humoristik 30 Rock, ka ndëruar jetë në moshën 52 vjeçare. Lajmi për vdekjen e aktorit u konfirmua nga kolegu dhe miku i tij Kevin Brown, i cili luante personazhin .com në serialin e famshëm. Përmes një postimi emocional në rrjetet sociale, Brown bëri të ditur ndarjen nga jeta e Champan, duke shkruar: "Me keqardhje ju njoftoj se Meg Champan, i njohur si Grease, u nda nga jeta sot. U prekt në paqe." Sipas raportimeve të mediave amerikane, aktori kishte vite që përballej me probleme shëndetësore dhe ishte në dializë. Kushëriri i tij Donte Harrison deklaroi se Champan ndëroi jetë në gjumë pas një betejë të gjatë me sëmundjen. Chris Champan u bë i njohur për publikun fal rolit të truprojës në personazhin Tracy Jordan, të interpretuar nga Tracy Morgan në 30 Rock. Personazhi i tij u kthye në një nga figurat më të dashura të serialit, fal humorit dhe skenave ikonike që ndante me aktorët e tjerë. Pas suksesit në 30 Rock, Champan u shfaq edhe në seriale të njohura si Blue Bloods, The Blacklist dhe The Good Fight. Aktori la pas bashkëshorten me 2 fëmijët e tij, ndërsa fansat dhe kolegët po e kujtojnë si një njeri me energji pozitive dhe zemër të madhe.